Rama ka treguar këshillik edhe ndaj amerikanëve në sy të ish ambasadores Yuri Kim në institut bujqësor, tha që reformën e ka bërë Partia Socialiste edhe në tjerë. Pra po i bën një farë këshilliku financuesve real të reformës, janë amerikanë dhe Bashkimi Evropian, që kanë dhënë rreth $500 milion. Tash se si janë dhënë kush i mori, po ata kanë marrë gjysmën e tyre parave, por ky thotë do të ndryshoj kodin e procedurës penale që kryeministri, antar qeverisë, ka fut dhe avokat dhe potë guvernator, kryetar kontrollit lartë shtetit, mos pezullohen. Unë jam dakord nëse drejtësia i pezullon dhe thot në vendin e ministrave tuaj do të qeverisin këta të opozitës. Por drejtësia po thot zgjidhni mos i vend hajdut. Po ky është një hall sepse deri tash 2 qeveri e gjysë i Hamburgut. Edhe nuk është se i kanë qelluar rastisht hajdut. Ky i zgjedh, po nuk i hajdut, nuk punon dot me Ramën. Edhe ato që zgjedh nga opozita, i merr tipik këtij lloji. Si dashi e ke fjalën. Kështu që sa desh ka lëshu opozita para Beramit në vallin e këtij, janë i tuf desh, ky dashi që thoni është nuk është i fundit, mund të ketë një dash tjetër para Beramllikut. Kështu që i zgjedh siç është vet. Dhe për mua e keqja e këtij vendi, gjithë të tjerët janë bishta. Është ky këtu. Asnjë karamele nga lekët e shqiptarëve nuk ikën dot pa dijenin e këtij këtu. Pavarësisht se kush firmos. Ju ftoj si media të investigoni që ky nga nëntori 2013-s nuk ka asnjë firmë në letra si kryeministër. Firmosi vetëm zëvet. Dhe halli i këtij është se kush do të firmosi. Nuk ka hall që po ikën ndonjë tjetër.